Kur të ndodh divorci mes gruas dhe burrit, nëse është gruaja e cila kërkon divorcin, është e lejuar burrit të kërkojë meherin gruas, sepse në rastin ton gruaja është ajo e cila kërkoi divorcin. Divorcin e kemi sqaruar edhe herë tjetër, më duket ka qenë një pyetje të javën e kaluar, është dy llojesh. Divorci nga ana e burrit, që quhet talak, dhe divorci nga ana e gruas, që quhet khul. Talaku, burri obligohet që t'i japi meherin nëse nuk e ka dhënë akoma. Mund të jetë vonuar, ku dëgjon etj. Nëse është burri që jep divorcin edhe se ka dorëzuar akoma meherin, dhuratën e martesës, duhet t'ia dorëzojë. Nëse divorci bëhet nga ana e gruas, dhe unë këtu du të sqaroj diçka të rëndësishme. Ka prej burrave që mendojnë se pas e dhanë ata divorcin, gruaja s'mund të ndahet kurrë. Kjo nuk ekziston në fenë Allahut. Është e vërtetë që gruaja në Islam nuk mund të kërkojë divorc pa hak, pa e merituar. Ajo gruaja që kërkon divorcin pa hak, pa e merituar, nuk e nin asnjëherë në xhenetin. Po kjo nuk do të thotë që burri mund ta marrë peng gruan, se burri mendon se gruaja s'ka drejt. Ndërkohë që gruaja mund të ketë drejt 7 herë me kërku divorc. Kush e përcakton këtë, ka drejt gruaja të kërkojë divorc apo jo? Kush e përcakton? Hoxha, muftiu, kadiu, gjykatësi islam. E rëndësishme, nëse gruaja don të kërkojë divorc, dhe burri nuk ja jep, atëherë duhet arbitrohen tek një hoxh. Dhe hoxha e ndan këtë punë. Po nëse burri s'don, thotë ja, s'ta jap. S'ka në Islam s'ta jap. Në Islam nuk mund të rri një femër grua dikujt pa dëshirën e saj. Dhe nuk mund të rri burri, mashkulli, burr i dikujt, i një femre, nëse ai s'do, me dhunë. Kështu që kjo punë ka nevojë për mirë kuptim të dy anshëm, nga të dyja palët. Nëse një situatë caktuar, njëra prej palëve merr vendimin që do të ndahet, atëherë pala tjetër nuk mund të dhunohet që të rri bashkëshort pa dëshirën e palës tjetër. Po mirësi bëhet, ja vëlla, është tipos atij që s'ta jap. Ndërkohë që ajo është e tiposur që do të ndahet. I themi ne, gruaja duhet i kthej meherin burrit, nëse e ka marrë prej tij. E nëse se ka marrë, s'ka nevojë të japi asgjë. Ku bëhet ndarja? Tham pra, bëhet ndarja tek ndërmjetësuesi, tek arbitri që është hoxha, që ka licencë ndërmjetësimi, bën marrëveshjen e vulos edhe hyn fuqi me njëherë. Nëse nuk zgjidhet kështu, atëherë ka drejt të hedhë letrat në gjykat dhe të bëjë divorcin nëpërmjet letrave. Në momentin që bëhet divorci nëpërmjet letrave, quhet divorc në fuqi, hyn në fuqi, dhe gruaja me sheriat quhet e ndarë nga burri, dhe kjo gruaja ka drejt martohet me burr tjetër, edhe pse ky i thotë ti je gruaja ime akoma. Ky mund thot 300 vjet që ti je gruaja ime, ndërkohë që ajo është martuar me tjetrin, nga bokalamoj me tjetrin, është bë gjyshe me tjetrin, ky thotë jo, ti je gruaja ime. Se s'ta kam dhënë unë ty divorcin. Kush je ti more? Kush je ti që e magë divorcin në bank? Guvernatori i divorcit?